Your Excellency, Mr. President, Mr. Pecci, Deputy Minister of Justice. Mr. Danielson, Director General for Enlargement, European Commission. Mr. Lemberger, Executive Secretary of the European Commission for the Efficiency of Justice. Dear distinguished guests, ladies and gentlemen, in the presence of such eminent representatives, I am honored to welcome today for this launching event on behalf of the European Union and the Council of Europe joint initiative entitled Support Efficiency to Justice. Mr. Pecci, Excellencies, ladies and gentlemen, this project. It is an important project to aspire to become member of the European Union. It is one of the relation between member states based on law, but law which is so essential. When we look on the judiciary, we are also keen to see an impartial judiciary, and we are keen to see an organization that has worked on similar projects among other countries who have been in the same. Let me also underline that I see this project also as part comprehensive reform of the judiciary that Albania doesn't. And from our part, we very much look forward for that reform efforts to move point of view, what we know, but also from the angle of even more strongly focus on the sector as strongly as possible. So to be here today and be able to address you and Minister, Mr. Director General, Excellencies, dear colleagues, Nagland. Your presence, Mr. President, and dear colleagues, show implemented before and after Albania becomes a member of the Council of Europe, and if I could, on operation already a long time ago. Today we have the opportunity. Të nderuar koleg, ju falenderoj për ftesën për pjesëmarrjen në këtë aktivitet, objekti i cili lidhet me lancimin e një projekti të rëndësishëm për përmirësimin e veprimtarisë së sistemit të drejtësisë. We have the privilege of presence of His Excellency, Mr. President of the Republic of Albania. Mr. President, floor is yours. Thank you. Thank you. Nderuar Zoti Danielson, nderuar Zoti Leinberger, Zoti Zëvendës Ministri i Drejtësisë, Shkëlqësi ambasador, përfaqësues të sistemit gjyqësor në Shqipëri, nderuar pjesëmarrës. E prita me kënaqësi të veçantë ftesën për të përshëndetur fillimin e projektit të eficiencës së drejtësisë në Shqipëri, që përkon me një moment kyç të zhvillimeve politike, institucionale, ekonomike dhe shoqërore në vendin tonë. Këto zhvillime kanë ndezur debate të gjera në publik, në media, madje dhe brenda komunitetit të profesionistëve të zbatimit ligjit, duke përfshirë edhe gjyqtarët dhe personelin e gjykatave. Këto zhvillime dhe debate janë duke rritur në mënyrë progresive pritshmëritë e publikut për përmirësimin e sistemit të drejtësisë në të gjithë komponentët themelor të tij, si pamërsia, përgjegjësia, integriteti, transparenca dhe eficienca. Në këtë situatë, sistemi i drejtësisë duhet të përqendrohet dhe të përfitojë nga masa konstruktive e kritikës, duke kërkuar të ofrojë çdo ditë më shumë përpjekje për rritjen e cilësisë dhe të eficiencës të sistemit të drejtësisë. Unë i qëndroj bindjes sime se në këtë klimë zhvillimesh dhe debatesh, detyra parësore
për përmirësimin e sistemit të drejtësisë rëndon mbi vetë profesionistët e zbatimit të ligjit, mbi gjyqtarët, mbi prokurorët, mbi mbrojtësit, mbi personelin administrativ të tyre. Ky komunitet profesionistësh shqiptar i ka të gjitha kapacitetet për të identifikuar problematikat dhe për të shndruar në një forcë shtytëse të ideve reformatore të sistemit të drejtësisë. Shqipëria ka një numër të konsiderueshëm zyrtarësh të zbatimit ligjit që karakterizohen nga profesionalizmi i lartë, integriteti dhe përkushtimin detyrë. Ka një numër të lartë profesionistësh që përmbushin detyrat e tyre duke ju nënshtruar vetëm kushtetutës dhe ligjit, të cilët nuk duhet të stepen as pak nga kritikat masive gjithëpërfshirëse dhe demotivuese që i adresojnë në tërësi sistemit drejtësisë, duke krijuar presion të papërshtatshëm edhe për ata që janë profesionistë. Unë dëshiroj t'i drejtohem këtyre profesionistëve që përpjekjet e tyre janë të evidentuara dhe se i cili për tyre duhet të vijojë me vendosmëri të përmbush funksionin duke u nështruar vetëm kushtetutës dhe ligjit. Kuadri legjislativ dhe institucional në Shqipëri i ka të gjitha garancit për të mbrojtur pavarësinë dhe integritetin e tyre profesional. Gjithashtu, dëshiroj të theksoj se tashmë ka ardhur dita që kjo pjesë e shëndetshme e sistemit të drejtësisë të veproj aktivisht dhe të bëhet model orientues dhe frymëzues në veprimtarinë e përditshme të sistemit të drejtësisë, duke izoluar çdo ditë e më shumë modelet e korrupsionit dhe të mungesës së profesionalizmit. Po ashtu, ka ardhur dita që fjalë kyçe dhe frymëzuese në veprimtarinë e përditshme duhet të jetë gjithëpërfshirja, bashkëpunimi ndërinstitucional dhe besimi i ndërsjellët. Mekanizmat ligjor dhe strukturat që ekzistojnë njëkohësisht shoqatat e shoqërisë civile dhe vullnetare ka një detyrë të rëndësishme për të koordinuar, bashkëvepruar dhe bashkërenduar angazhimet dhe përballjen e sfidave që ka shoqëria shqiptare dhe adresimin e standardit të pritshmërive që kanë qytetarët shqiptar si qytetarë të patjetërsueshëm me gjenezë, realitet dhe të ardhmë europiane. Reforma e sistemit të drejtësisë në analizë të fundit është një çështje e pandalshme, sepse shkon paralelisht me zhvillimin shoqëror dinamik të Shqipërisë, i cili imponon përmirësimin e vijshëm të standardeve të drejtim të eficiencës së drejtësisë. Në këtë rast i referohem raport progresit të Komisionit Evropian të vitit 2013, i cili thekson se Shqipëria ka nevojë të përditësojë strategjinë e reformës në drejtësi dhe të promovojë më tej pavarësinë, eficiencën dhe përgjegjësinë e institucioneve të saj të drejtësisë. Në të njëjtën linjë, Komisioneri për të drejtat e njeriut i Këshillit të Evropës
në raportin e tij të vitit 2014, ndërsa mban në konsiderat të gjitha masat e ndërmarra nga autoritetet shqiptare, me qëllim reformimin e gjyqësorit, është i mendimit se duhen përpjekje të mëtejshme për ta bërë sistemin e drejtësisë në vend plotësisht pajtueshëm me standardet e Këshillit të Evropës. Ndër problemet që mbeten për të trajtuar në mënyrë të efektshme janë lufta kundër korrupsionit, eficienca e gjyqësorit, përfshirë dhe problemet e ngarkesës së çështjeve të prapambetura dhe të izgjatja e proceseve gjyqësore, forcimi i pavarësisë dhe paanshmërisë së gjyqësorit, si dhe krijimi i një sistemi të efektshëm të ndihmës juridike që do ta bënte drejtësinë të aksesueshme për të gjithë. Në këtë kontekst, merr vlerë të posaçëm ky projekt i përbashkët i Bashkimit Evropian dhe i Këshillit të Evropës, i cili, siç e tregon edhe nga emërtimi i tij simbolik, synon të rrisë eficiencën e gjyqësorit, të përmirësojë organizimin dhe profesionalizmin e personelit të gjykatave, si dhe cilësinë e sistemit të drejtësisë. Sistemi i drejtësisë në Shqipëri duhet të përfitojë në mënyrë maksimale nga përvoja e zgjeruar dhe metodologjia unike që ka zhvilluar Komisioni Evropian për eficiencë në drejtësi, CEPEJ, në drejtim të eficiencës dhe cilësisë të drejtësisë. Dëshiroj në këtë rast të nënvizoj se për ne është shumë të çmuar mbështetja e vazhdueshme e institucioneve europiane, që i kanë dhënë dhe japin Shqipërisë në përmbushje të kritereve të shumta dhe të duhura për integrimin e saj në familjen europiane. Ne jemi dëshmitar të konsolidimit të përditshëm të pavarësisë së sistemit gjyqësor nga njëra anë, paralelisht me rritjen e përgjegjshmërisë ndaj kushtetutës dhe ligjit, në funksion të dhënies së drejtësisë cilësore të eficiente. Këtë qëllimi shërben forcimi i procesit të vlerësimit profesional dhe etik të gjyqtarit dhe procesi të verifikimit të ankesave të qytetarëve. Të dyja këto procese kanë themelin e tyre mbledhjen e të dhënave mbi masën e cilësisë dhe efektivitetit drejtësisë që çdo gjyqtar jep në veprimtarinë e tij të përditshme. Nuk është as pak e rastit që rezultatet e vlerësimit profesional dhe të verifikimit të ankesave janë baza e meritave të secilit gjyqtar në proceset e promovimeve, transferimeve dhe procedimeve disiplinore. Ne duhet të jemi krenar që aktualisht kemi krijuar një bazë solide të dhënash mbi këto procese dhe se për herë të parë kemi krijuar një listë të renditjes profesionale të gjyqtarëve. Kjo është një arsye tjetër që jep vlerë të veçantë këtij projekti evropian, që fillon të zbatohet, sepse synimet e tij përkojnë edhe me vizionin e vetë sistemit të drejtësisë në Shqipëri dhe për më tepër me pritshmëritë e qytetarëve shqiptarë. Të nderuar pjesëmarrës, unë ju uroj suksese zbatimit të këtij projekti evropian dhe gjerasin të nxjisë të gjitha institucionet e drejtësisë në Shqipëri, që do të përfitojnë prej tij, të ofrojnë bashkëpunim në shkallë më të lartë në përmbushjen e aktiviteteve të këtij projekti. Në këtë mënyrë, ne hedhim një hap tjetër të rëndësishëm
në ngritjen e kapaciteteve të aktorëve kyç në fushën e gjyqësorit dhe të personelit të gjykatave tona. Detyrimi i secilit prej nesh, çdo institucion, çdo aktor, është konsolidimi i veprimtarisë së përditshme sipas kushtetutës dhe ligjit. Ky detyrim është njëherëzi edhe garancia më e fortë për të mbrojtur integritetin ton, për të prezantuar kontributet tona dhe për të rritur besimin publik dhe të partnerëve tanë. Ju falenderoj dhe suksese dhe njëherë.